Dikun mbi 100 faqe dokumenta. I kam në dorë dhe dokumentat që i kam në dorë bën fjalë për një tokë pronë 6 hektar. Para disa ditësh e keni pa një protest të një familje nga Prishtina, e cila protestante për një tokë që pretendante se i është marrë padrejtësisht për një grupi biznesmenëve nga Kosova. Që të kemi blepi një shkollë të orë e i Matiqonit. Në mërë situatën e këthem prapë në rizgjykim, për ndryshe nuk merë kërkush përgjegjësi këtu që s'ka me pas problem. Ajo tokë, historia e asaj toke, si qysh ka kalu nga një pronë private në një tokë të shtetit, pastaj i është shit dikujt privat dhe tani është shpërndar në tjetra parcela dhe tash pritet të ndërtohet një kompleks banesor apo një lagje apo nuk e di, nuk e kam pa ende planin, është ndoshta treguesi më i rëndësishëm se si problemi i tokave dhe pronësisë në Kosovë është tu eskalu. Në këto seri të videove do të flasim për 6 hektar tokë, historia e të cilat fillon qysh në vitin 1956, qysh prej viteve 50-ta. Ma shumë ko vlerë shtëpi, çaj letra e tina, apo ç'ke shtëpi? Qysh një tokë e viteve 50-ta, tash në vitin 2026 është ende problem. Në këtë histori të tokës të kësaj prone janë përfshim familja Gashi me shumë antarë dhe një grumbull biznesmenash, ndër më të njohurit janë Bujar Musa dhe Akan Ismaili. Për juve që ndoshta tashmë nuk e njihni, Bujar Musa dhe Akan Ismaili janë dy prej biznesmenëve më të njohur. Ata janë bë shumë të njohur kur ka qenë drejtor të IPCOS, pastaj në Skardian dhe tash janë të përfshim në shumë biznese që kanë të bëjnë me hyperaktiv në Prishtina Mall dhe biznese tjera në Shqipëri. Bujar Musa dhe Akan Ismaili u bën shumë të njohur për shkak të lidhjeve së tyre që kanë pasur me Hashim Thaçin, atëherë kryeministër i Kosovës. Shokun e tina, Akan Ismailin, e kishte bërë ambasador në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mas pari për me kuptu historinë duhet më kthy tek 1956 te Zanafilla. Pyetja është, a mundesh më bë pronari një toke në të cilin ti ke jetu 50 vjet, por që nuk i ke dokumentat? Përgjigjja kam ju habit. Vazhdojmë. Në Çakallavik të Prishtinës po bëhet një betejë shumë e madhe për 6 hektar tokë. Po flas tek pjesa shumë afër gjykatës ku është tashmë në Prishtinë. Njëra palë po thot familja Gashi, përmes këtyre dokumentave dhe në procesin dytësor, po thot që neve na takon toka për shkak që e kemi blej aty prej vitit 1956. Jemi aty prej 1956. Nëse ju kujtohet, ai më shumë babait të cilit e kishte blej tokën na ka treguar një shtëpi. Ma shumë ko vlerë shtëpi, çaj letra e tina, apo ç'ke shtëpi që neve nuk na ka qit shkallë. Këta o bo për qit vend, për shtyp pronë, vesti. Por ekziston një problem, që e njëjta tokë prej vitit 1962 deri në vitin 1997 ishte pjesë e pronës shoqërore Kosova Export. KBI Kosova Export. Dhe pikërisht këtë, fakti që ajo ka qenë një pronë shoqërore gjatë kësaj periudhe, është shfrytzuar për një grup njerëzve të cilët më pas e kanë blej këtë tokë përsëri, pas atyre që kanë blej në vitin 1956, dhe sipas ligjit, koha që një tokë i përket shtetit, asnjësi nuk mund të më llogarit që i përket privatit, edhe nëse ti ke jetu aty krejt kohën. Shtetet dhe gjykata nuk ta njohin të drejtën për ta pasur atë pronë. Kjo i ka ndodhur edhe familjes Gashi. Por nëse mendoni se kjo është vetëm një histori e një toke në të cilën një familje nuk e ka pronësinë apo ka menuar që ka pronësinë, ajo në fakt ka qenë një pronë e shtetit, presni. Sepse kjo tokë që dikur u kanë vetëm një kollos, tash është një lojë milionëshe. Krejt historia e kësaj toke është se qysh me këty një kollos në një minier ari milionëshe. Jo, që ka diçka në tokë, po që ka mund ngrit mbi atë tokë. Në dokumentet katastrale që i kam siguru, shumë, ka ndodhur një magji. Parcela masive me numrin 528 është shëndru edhe është coptu në 23 nën parcela tjera. Disa quhen kollosa, por befas mes tyre janë shfaqur edhe rrugë. Rrugë private. Pse kishim e thonë jo, rrugë private në kollosa? A ju vin baktive rrugët? Jo. Për rrugët private është hapi parë që një kollos me u kthy në një tokë në të cilën ti mundesh me investu dhe mundesh me ndërtu. Në këtë rast një kollos baktish po kthehet në një lagje luksoze. Dhe jo kishim e thonë, po ku është skandali këtë? Skandali i parë i kësaj është që kadastra e ka leju me u nda kjo parcelë në 23 parcela tjera, pa u kry procesi krejt gjyqësor.
Po, s'mundet kadastra me ta marrë pronën. Normal që nuk mundet. Po këto hynë loj gjyqtarin, gjykata. Familja Gashi kishte kërkuar një mos urgjente për me mbrojtë shtëpit nga shembja. Dhe këtë kërkesë të kësaj familje, gjykata e kishte lënë në sirtar për 3 vjet e 3 muaj. Por çka ka ndodhur kur pala tjetër e ka kërku për mbarimin edhe debimin e tyre me forcë. Besani apo jo, vendimi u marrë për 24 orë, edhe jo në ditë punës. Ekipi i pronarëve të ri, biznesmenat, e kanë dërgu këtë kërkesë në gjykatë të premten, edhe vendimi ka ardhur të shtunën. Cila gjykatë, cili gjykatës? Kush është ai person i cili e ka marrë këtë vendim për 24 orë të shtunën kur as nuk punohet? Pyetja është, kush ka fuqi që ka shumë që me bë gjykatësin e landës së tij avokat që ma vonë ja përmbaron landën për 24 orë të shtunën. Që to është këtë ideja, e emrat që i kam i përmen, mu i me dhonë një ide pse qështë ka arritur e të kjo. Se njerëz të thjesht nuk kishin mujtë të bën. A disa njerëz thjesht po del mbi 200 diçka mi prona në Kosovë janë të pa legalizuar, nuk kanë pronar, nuk dihet kush janë ato. Domethënë pronat në Kosovë ka mu bën një problem i jashtëzakonshëm nëse nuk e trajtojnë seriozisht. Shkojna të çka dokumenti. Nëse lexojmë me kujdes ankesën drejtuar Gjykatës Supreme edhe akt vendimit për përmbarimit që e shihni këtu, aty dalin 2 emra si kreditorët edhe blerësit e rinj të kësaj toke. Po kush janë këta 2? Bujar Musa dhe Hakan Ismaili nuk janë fort njerëz pa njoftun. Ata janë kanë aksionar dhe drejtues kryesor të gigantit të telekomunikacionit IPCO. Fuqia atyre financiare është maravendse, por ajo zbehet pranë fuqisë që e kanë pasur në politikë. Ish kryeministri dhe ish presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, këta 2 i ka pas shumë jarana, tepër jarana. Çaq jarana se që Hashim Thaçi ka jetu në banesën e Bujar Musës. Hakan Ismailin e ka pas bërë ambasador në Amerikë. Edhe bashkë krejt kjo ka ndodhur në kohën e kulmit të pushtetit të tij. Tash nëse nuk keni mujt hala me lidh pikat, ç'a dhe pak pioni më. Tash ideja është ku një tokë kollos në periferi të Prishtinës shndrohet në një biznes multimilionësh. A besoni që krejt kjo ka ndodhur rastësisht? A besoni që krejt kjo ka ndodhur që këta këtë rastësisht janë bo bashkë, këtë rastësisht e kam bli tokën, këtë rastësisht e ka qëllu tash në toka vendin që është më mas shumë të investime, jo. Ju kishim e thonë që come on, vullnet, Bujar Musa, Hakan Ismaili tash më as nuk janë NIPCO, as nuk janë me Thaçin nuk është këtu, nuk ka ndonjë fuqi politike. Well, nuk është dhe bash ashtu. Pse? Nëse keni menuar që historia e Bujar Musës dhe Hakan Ismailit, për me, përfundon me çdo tokan Çaklavic, e keni shumë gabim. Kapitali i tyre sot ka arrit për masa rajonale. Për shembull, Bujar Musa është tashmë partneri zyrtar në Vlora Marin, një projekt luksoz në Shqipëri. Edhe aty është partner me Sajmir Manen. Sajmir Manen miliarderi i parë shqiptar. Dhe së fundmi i përmendur në dosjen e Spakut për pastrimin e paleve për paret e narkotikëve, ajo tjetër storje. Gjyqtari që u bë avokat. Çka pret pas një procesi gjyqësor në të cilin gjyqtari ka vendosur kundër teje? Gjëja e fundit që normalisht do të më prit është që ai gjyqtar mas janë 1 vjet ose 2 ka më u bë avokat i palës së cilës i ka dhënë të drejtë. Çështja ka bërë Selim Nikçi. Pasi e ka marrë vendimin pro Bujar Musës, Hakan Ismailit dhe të tjerëve aty që kanë parcela, disa vite më vonë, kur ka ardhur puna që këto më marrë me forcë banorëve dhe me jo përfundim mesh milionerëve Bujar Musa dhe Hakan Ismaili, atë si avokat këta biznesmena. Kush është ata? Avokati Selim Nikçi e ekzekuton vendimin e gjyqtarit Selim Nikçi. Selim. Po, nuk janë 2 Selima, i njëjti është, i njëjti Selim. Do të thonë, njeriu që ka trajtu landën si gjyqtari i shtetit,
Masi e ka hek atë ka puqën e gjyqtarit, e ka marrë licencën e avokatit, u punësu prej këtyne biznismenave për me ekzekutu marrjen e qësaj pronën e cilën aja ka vendosë. This is fucking crazy. Okej, nuk e di, dhe më thënë. Unë që si konflikti flagrant të interesit që është dokumentu që ka të shumë, nuk më pa. Qysh mundet me besu sot në qytetar sistemit të drejtësisë kur e sheh që një pronë u bë në kohë rekord, pronë e dikoj tjetër. Bëni share edhe ju kësaj video, nëse jo menoni që kjo është problem shumë i madh i tokave. Ç'është?